mbrëma dhe mirë se erdhët në terminal. SPAK ndodhet në një moment vendimtar me përfundimin e mandatit të kryetarit aktual të këtij institucioni Altin Domani. Gara për zgjedhjen e kreut të ri nuk është më një proces thjesht administrativ. Është një test i rëndësishëm për pavarësinë e sistemit të drejtësisë dhe mbi gjitha dhe një provë besimi për reformën e cila ka tronditur themelet e pushteteve në Shqipëri. Kur do të jetë njeriu i cili do të mbajë dosjet më të nxehta në vendin tonë, ai i cili duhet të garantojë drejtësi të barabartë për të gjithë? 4 janë kandidatët në garë: Klodian Brahu, Adnan Xholi, Doloreza Musambelli dhe Elvin Gokaj. Janë këta 4 persona, këta 4 njerëz të cilët kanë hetuar deri më tani edhe dosje shumë të nxehta, dosje shumë të rëndësishme të korrupsionit dhe jo vetëm. Klodian Brahu është personi i cili ka hetuar inceneratorin e Elbasanit, por edhe dosjen 5D. Adnan Xholi ka kryer hetime ndaj Fredi Beleri dhe hetime për atentatin ndaj Arjan Dojës. Doloreza Musambelli ka hetuar dosjen Çopja, plumbi Ar dhe masakrën e Lushnjës, ndërsa Elvin Gokaj ka hetuar dosjen Buka, hetime ndaj kreut të KPP-s, apo ndryshe Komisionit të Prokurimit Publik. E gjitha këto zhvillime me SPAK në qendër ndodhin në një kohë kur tjera zhvillime ka pasur për sa i përket sistemit të drejtësisë në 2 ditët e fundit. Kujtojmë që në gjykatën e Elbasanit është arrestuar një avokat në sallën e gjyqit pas përplasjeve dhe debateve që ka pasur me prokurorin, edhe ky i fundit e ka çuar më pas në akuzë dhe tashmë është arrestuar. Ka pasur një reagim të fortë edhe nga dhoma avokaturës, e cila ka deklaruar se ka pezulluar për 5 ditë, nga data 21 tetor deri në 25 tetor, të gjitha proceset gjyqësore si një reagim ndaj këtij veprimi. A mos ndoshta institucionet të cilat duhet të ushtrojnë drejtësinë tashmë duke pasur dhe besimin e publikut të shtuar në këto kohë, po abuzojnë me një pushtet të tillë? Kush ka të drejtën nëpërmjet një konflikti? A mund të arrihet deri aty sa mund të arrestohet një avokat në sallën e gjyqit? Këtë do ta diskutojmë me një panel të zgjedhur këtu në terminal dhe kam kënaqësinë që të kem avokat Redi Ramaj, mirë se erdhe. Elton Metaj, kolegun ton gazetar ekspert, mirë se erdhe. Pano Sokon, ekspert nga MCN, koleg gjithashtu gazetar, mirë se erdhe. Na bashkohet pas pak edhe Edmond Petraj, avokat, por përpara se të nis bisedën me të ftuarit, ju lutem një herë dhe rikthehemi. Që ka pastyrim të rrem të dhëna. Dhe që do të merre personalisht edhe me prokurorin, edhe me gjithë oficerët e policisë. Kjo përplasje në gjykatën e Elbasanit çoi në pranë nga avokatin Ulian Bajrami. Ky i fundit u kallëzua penalisht nga prokurori Gjergj Ceka dhe dyshohet se ka kryer veprat penale, kanosja për shkak të detyrës, kundërshtimi dhe goditja e gjyqtarit dhe kanosja e gjyqtarit. Debati mes avokatit dhe prokurorit ndodhi pas interpretimit të provave për të cilat ishin vënë në dispozicion pamjet filmike. Bëhet fjalë për aksionin blic të disa ditëve më parë të policisë Elbasanit. Gjatë mbrojtjes, Bajrami, avokat i njërit prej të arrestuarve, pretendoi se prokurori ka paraqitur prova të rreme dhe njoftoi kallëzim. Nga ana e prokurorit dhe gjykatës, kjo është konsideruar kanosje. Arrestimi Ulian Bajramit u dënua nga dhoma kombëtare e avokatisë. Në reagim thuhet se është cënuar puna dhe liria e avokatit, ndërsa kërkohet veprim nga ILD dhe KLP. Po ashtu, Komiteti drejtues i dhomës avokatisë njoftoi se për 5 ditë, nga data 20 deri në 25 tetor, avokatët do të bojkotojnë të gjitha proceset gjyqësore. Redi, si avokat, si ke parë të përplasja? Po, një situatë jo normale, situatë e rëndë mendoj për gjyqësorin tërësi dhe për ushtrimin e profesionit të avokatit. Nuk mundet që 2 palë në proces, si që janë avokati dhe prokurori, kur prokurori sipas ligjit ushtron akuzën dhe përfaqëson shtetin në një proces penal, ta arrestoj palën që ka përballë, i cili bën atë barazinë e armëve që çdo qytetar ka të drejtën ta ketë në çdo gjykatë të Republikës së Shqipërisë. Prokurori në fjalë, për te çdo lloj ligji, për te çdo lloj arsye, duke ushtruar ose duke përdorur fuqinë ekstra që një ligji, duke përdorur prokurinë e vet, pra të njëjtën prokuri ku punon, ka bërë një kallëzim dhe ka të bërë gjitha kushtet që të arrestohet një avokat, i cili, siç e thash, është palë në një proces dhe normalisht në çdo vend botës duhet të ketë balancime midis akuzës dhe mbrojtjes. Dhe kjo është dhe rasti në fjalë. Kurse si nuk mund të justifikohet ky lloj veprimi, është veprim
jo ligjor, është një vepër penale tjetër e kryer në këtë rast kur është arrestuar një njeri i cili dihet ose kuptohet nga ato çfarë kemi dëgjuar që nuk ka kryer vepër penale dhe prokuroria e Elbasanit është tërësisht në shpërdorim detyre për të arrestuar një avokat vetëm sepse ka thënë që do të bëj kallëzim penal. Bërja kallëzimit penal. Kjo një kërcënim, pra i lejohet një avokati edhe brenda etikës së tij ligjore apo dhe personale apo dhe morale. Çdo shtetas i Republikës Shqipërisë që bie në ndjeni të një vepre penale ose që ai mendon se është vepër penale, duhet bëj kallëzim penal, ja detyron ligji. Ndryshe është ai subjekt pastaj i ligjit. Nëse ke hasur në proces gjyqësor, është dhe detyrimi i gjykatës që të bëjë ndjekje penale. Pastaj, hetimi, mbas kallëzimit penal ka një hetim, i cili verifikon gjithë faktet dhe elementet se nëse ka element veprës penale apo jo, edhe kush e ka kryer ato vepër penale që kanë rënë ndjeni në një seancë gjyqësore. Kështu që fakti që do ndjek me kallëzim penal është gjë krejt normale. Por jo për të arrestuar. Në mënyrë pa diskutueshme se s'ka vepër penale, s'ka si të arrestohet dikush që s'ka kryer vepër penale. Elton. Sigurisht që vajtja deri tek ndalimi apo heqja e lirisë është diçka e tepërt. Besoj që do duhet që kur të verifikohet mos e sigurisë do të ketë një ndryshim të saj, por për korrektesë duhet të themi që besoj ndalimi nuk është për faktin e paralajmërimit të një kallëzimi penal të prokurorit, por për shprehjen që është përdorur që do të merrem me ju personalisht dhe kjo është interpretuar si një kërcënim. Por merrem me ju personalisht ligjërisht e kishte avokati. Në këtë kuptim, se duke parë kontekstin e ditës. Do të brendis sepse thashë për mua ndalimi është i tepërt, është i panevojshëm dhe besoj që në rast se do të kishte rrethana të tilla se do duhet që një avokat të hiqë liria, mund të hapi një çështje penale, mund të shkojë në gjykat për të kërkuar një arrestim të tij nëse ishte gjëja kaq e rëndësishme. Besoj që është diçka e tepërt për të shkuar deri aty. Por termi i përdorur që do të merrem me ju personalisht, besoj që ka mbushur gotën sepse e them këtë duke dëgjuar dhe audion e seancës ku dhe gjyqtarja ka reaguar në një farë mënyrë ashpër krahas prokurorit, por nuk vetëm prokurori që reagon. Por besoj që kur çështja të shkojë në gjykat për vlerësim mase do të ketë ndryshim. Pa në të se ke parë? Shiko, më duhet si se unë e shoh shumë nga jashtë dhe shumë ftohtë faktikisht, për shkak se ngjarjet e tilla do duhet patjetër të na tregojnë konturet ku shkon shoqëria, domethënë reagimi është tehet i egzageruar në optikën time për atë që unë kam parë. Natyrisht ndoshta aty mund të kishte vend për një gjob, mund të kishte sepse kodi procedurës përcakton disa lloje reagimesh në raste të tilla. Pra mund të kishte vend edhe për masa të tjera, ndoshta pak më tepër se sa gjoba, por për arrestim është. Pra është, le të themi, mua më bën çudi ky fakti që ne reagojmë ashpër, reagojmë ekstrem, pa duke ezauruar, duke djegur hapat, shkallët, etapat, i djegim, kudo, dhe nuk është vetëm në këtë rast, pra ky është një shëmbulltyre asaj që ndodh përgjithsisht në shoqëri. Po, sistemi i drejtësisë duhet jetë ai, i cili le të themi duhet jetë më sistemi i drejtësisë është i përbërë ndaj çësjeve të tilla, pra duhet të jetë le të themi më i imun se ke të bësh me ligjin, nuk lejohet le të themi pjesës tjetër, po jo drejtësisë. Jo, sistemi i drejtësisë është i përbërë nga individ që janë komponente të kësaj shoqërie. Pra sistemi i drejtësisë nuk vjen me individ gjerman. Janë shqiptarë dhe ata. Dhe kjo shoqëri ka reflektuar dhe në vende të tjera që ekstremizon situatën. Pra nuk i djeg etapat, djeg shkallët, shkon deri në ekstrem, përballjet janë ekstreme. Pra janë antagonizëm, nuk ka përballje, nuk ka rivalitet. Ktu ka vetëm antagonizëm, o të vras unë, unë mbret ti. Pra, domethënë dhe kjo tregon pak a shumë një shoqëri e cila kulturalisht ka mbetur ende në vitin 1990, pavarësisht se kanë kaluar 35 vjet. Është treguesi i shoqërisë kjo. Pra fakti që ne zgjedhim të reagojmë kaq ashpër në çdo gjë. Shikoj që nga jeta e përditshme. Njerëzit vinë me një mllef të brendshëm, njerëzit vinë dhe reagojnë ekstremin pa kaluar fillimisht tek ato sjellje dhe normës etikës, të cilat kërkojnë të ezaurojnë disa etapa përpara se të shkosh tek ai reagimi ekstrem. Në vetvete e pash si, domethënë unë dëgjova audio. Natyrisht, kodi procedurës ka përcaktuar disa rregulla komunikimi brenda sallës. Pra, prokurori është në shkelje tani, le të themi që nuk ka. Natyrisht, domethënë unë nuk e di, ai ka firmosur në gjykat urdhrin e arrestit apo ka marrë urdhën ndalimit? Ka bërë kallëzim në dienin time, ka mbaruar seanca, është bërë kallëzim penal, është thirrur avokati nga oficeri i policisë gjyqësore dhe më pas është arrestuar. Kjo ka qenë procedura. Është ndaluar. Është ndaluar nga oficeri i policisë gjyqësore.
Po, nga oficer me urdhër një prokurori të ri duhet jetë. Nuk ka vendim gjykate. Jo, s'ka vendim gjykate, është vendimi prokurorisë për të arrestuar derisa të dalin mas sigurimi. Domethënë një koleg tjetër ka firmosur urdhën e arrestit, por të duhet vlerësohet në gjykatë. Sigurisht që është një reakim nervoz, është këtë qartë. Ka një problem, ka thonë do të arrestoj që në seancë dhe nuk kisha dëgjuar nga prokuror ndër vite, ne punojmë gjykatë, jemi për ditëshmëri në gjyqet penale, cilat marrin pjesë prokurorët dhe kisha vite që nuk dëgjoja në një gjykatë shqiptare, vetëm në videot e kohës komunizmit, ku prokurori thotë në salë do të arrestoj apo s'do të arrestoj. Pra këto lloj termash janë terma të reminiscencës prapa mbledhjes kulturore, unë jam dakord, por dhe të njerëzve të cilët nuk e shohin detyrën si detyrë, me profesionalizëm, por e marrin çështjen personale, në një kohë që ai avokati në atë seancë gjyqësore ka rënë në dijenit e një prove të manipuluar. Prandaj është shprehur në atë formë. Prandaj ka thonë do bëj kallëzim penal. Dhe kur bien dijenit të një prove e cila është e falsifikuar apo e tjetërsuar apo e sjell në një formë jo të duhur për të mbrojtur sepse ai po mbronte interesat e klientit të tij në atë seancë, kundër që dëmtonte ajo provë interesat e klientit të tij, ai është shprehur me mjete ligjore. Pra, bërja e një kallëzimi penal është mjet ligjor, ndërsa arrestimi dhe përdorja e pushtetit personal për të arrestuar këdo është jo normale, sidomos për atë lloj vepre penale për të cilën akuzon. Kemi të bëjmë me një abuzim me pushtetin? Shpërdojmë detyre prapë, normalisht. Ideja është rritur besimi të SPAK-u tek fakti që mund të jetë një institucion i cili jep drejtësi dhe nga ana tjetër kemi këtë lloj shfaqje, si deviacion. Jo, qartë, jo, nise, e kam fjalën, një perceptim të përgjithshëm, dëgjoj, në një perceptim të përgjithshëm ka të bëjë me sistemin e drejtësisë, me prokuror, me. Të jemi të qartë edhe për publikun. SPAK-u është përgjegjës për 2000 veta. 2.453.000 të tjerët nuk kanë punë me SPAK-un. Është prokuroria e jurisdiksionit përgjithshëm. Ne kemi punë me këtë lloj sistemi drejtësie, me këtë që po flasim sot, se ky është nga Ioni, nuk është SPAK-u. Por për shkak se njerëzit këta 2000 vetat që preken nga SPAK-u janë më të zëshmit, janë më të fuqishmit, ne kemi njehsuar sistemin e drejtësisë me SPAK-un, që është gabim shumë i madh. Dhe ti sot nëse ke vërejtje që unë kam pa fund për reformën e drejtësi, të gjithë ta kujtojnë, të gjithë e marrin për shkak të kësaj propagandës, sikur ti je duke u marrë me SPAK-un, ndërkohë që unë mua dhe SPAK-un, ty dhe SPAK-un s'na lidh asgjë. E s'do na lidhi për sa kohë s'do kemi o një funksion publik ose s'do bëjmë organizatë kriminale. Jo, s'do bëjmë në një organizatë kriminale, por deri në këtë moment nuk na duhet SPAK. Jemi gjithë ne të tjerë që po flasim për këtë sistem drejtësie. Dhe ky sistem drejtësie duket që po lëngon në rëndshëm. Pra, mënyra se si është kompozuar, mënyra se si po funksionon drejtësia e të tjerëve, jo SPAK-u, është për të vënduar në kokë në pikën në rastin më të mirë. Dhe kjo është nga rezultatet. Pra, ne kemi qindra mijëra dosje sot, të cilat nuk gjejnë dot zgjidhje. Nuk gjejnë dot zgjidhje pa ne kemi sjellje arrogante. Nuk ke le të themi prokuror, nuk ke gjykata sepse procesi i vetimit i nxori jashtë një dhe i la të pa plotësuar. Po ikën një brez. Po ikën një brez i cili nuk po merr dot pensionet. Po ikën një brez i cili nuk po merr dot drejtën e pronës. Ne shikojmë atë ngjarjen që ndodhi me gjykatësin e ndjerë. Shikon, në pamje të parë ne gjithë e dënojmë, nuk diskutohet. Por në një pamje të dytë, do të ulem të analizojmë pse ndodhi. Pse na ndodhi kjo gjë këtu? A ishte kjo një rufe në qiell të pasur? Nuk e besoj. Qielli ka qenë me re, dhe të gjithë prisin një rufe. Se në çdo pamje duhet dënuar, se mos. Jo. Ne mbaroi dënimi. Njerëzit që ndalojnë te dënimi, pra e dënuan veprën dhe ndalojmë këtu, këta janë dritë shkurt për mendimin tim. Pa u thelluar për gjetur shkakun, pse më ndodhi kjo gjëja. Se do më ndodhi prapë ose gjeta shkakun. Nuk ndalon me dënimin. Nuk turpërohet njeri. Kur ai ka marrë përsipër me fut veten burg për të rjetën, këto fjalët që themi ne nëpër studio apo nuk e di se çfarë, i ka pas krabe. Prandaj po them që ne duhet të kuptojmë shkakun. Pse? Sepse kjo drejtësia, vetëm drejtësi nuk bën. Pra, njoh raste pafund njerëzish që vdesin pa marrë pensionin e tyre. Dosja ri pret aty, ai ka vdek. I roft gjykatës, i e man dosjen aty. Po që nuk marrin dot pronën.
nuk gjejnë të drejtën. Po pra, po faji kujt është, vetëm i kësaj, kur flasim sistem drejtësie, duket sikur e relativizojmë gjën, domethënë sikur e lëm pa një autor. Kush e ka? E kanë fakt ta individët, cilët janë aty për të dhënë drejtësinë edhe Jo, është kompleks faji. Apo është nëse do evidentoj, apo është fakti që ai ka shumë dosje dhe të doj t'i japi drejtim nuk i jep dot. Faji në një sistem është sistemik. Pra, fajin e ka sistemi, atëherë faji është sistemik. Çfarë do të thotë, kanë të gjitha hallkat që nga dizenjimi që u bë sistemi drejtësisë. Ke SPAK-un, s'po flas fare për SPAK-un. SPAK-u funksionon më veç është halli vet. Faj mënyra se si funksionon sistemi drejtësisë, si u mendua zëvendësimi i gjyqtarëve që në fillim. Si ndodhi fakti që ne e nisëm nga koka, nuk e nisëm nga këmbët. Ne lam vendin pa gjykatë kushtetuese për nuk e di se sa, 4-5 vjet. Edhe gjykatë lartë. Edhe pa gjykatë lartë. Pra ideja është që në të gjitha këto faji është që nga dizenjimi dhe pastaj kalon poshtë. Se është e gjitha vjen shkak pasoj, vjen edhe poshtë te gjyqtari pastaj, më pas. E vjen edhe më poshtë fare tek gjitha agjencitë e tjera të cilat përgjigjen për këtë punë. Edmond Petraj, avokati na është bashkuar në studio. Mirë se erdhët, zoti Petraj. Faleminderit, mirë se u gjeta, përshëndetje të gjithëve. Përpara se të kalojmë te SPAK-u, ishim duke diskutuar për atë që ka ndodhur gjatë 2 ditëve të fundit, ku një avokat është arrestuar pasi përplasje në gjykatën e Elbasanit. Ka pasur edhe një reagim nga dhoma e avokatisë për ndërprerje për 5 ditë procese gjyqësore. Si mund të arrihet deri këtu, zoti Petraj? Shikom, nëse do më lini pak të shprehun, po thoja marr nga dje dhe sot, për sa i përket këtij rasti. Ky është një rast i pa precedent, sinqerisht është një dhe biles është tani u ka ardhur në shtek gjithë situata avokatëve që të bëhen bashkë, sepse ky tregon shembullin më flagrant të respektit të cilit kanë për pjesën e përfaqësimit të një qytetari, aq më tepër një audio që nuk të jepte ndonjë përshtypje të ndonjë komunikimi kërcënues. Përse i thot normalisht që nuk është kërcënim, thot unë për këto provat të cilat keni marrë, unë do të merrem vetë, sepse kur thot avokati do merrem vetë, tregon që unë jam ai që zbulova krimin dhe do ta denoncoj. Ndërkohë që do të ishte pjesën ligjore, do të vetë personalisht. Vetë personalisht e zbuloi rastin. Pra, kur ka një element që ka një vepër penale, është direkt personi i cili e ka verifikuar atë dhe e ka vërtetuar. Ndërkohë që është vetë gjykata e cila ajo duhet ta marrë këtë si rast. Ndërkohë që po të shikoni të elementin se si ndërhyri gjyqtarja dhe mënyra se si u shpreh prokurori, aty le shumë për dëshirë, nuk e di, nëse keni audion. Jo, e dham audion në fillim. Është mund ta dëgjojmë edhe pak, lutem regjia, japim edhe një herë për ta konkretizuar edhe një herë, ta dëgjojnë edhe publiku sërish. Tani kërkimi sa për vlerësim arrestit dhe caktim ase bazohet te disa provave. Një ndër to tregon që ka pastyrim të rreth të dhëna dhe që do të merret personalisht edhe me prokurorin, edhe me gjithë oficerët e policisë. Do të bëjë kallëzim, do të bëjë kallëzim, avokat nuk funksionon me kërcënim në sallën e gjyqit. Nuk ka rëndësi se çfarë do bëni ju jashtë kësaj sallë me këtë doni ju. Do dash për herë të fundit avokat do marr masa nga ato që parashikon kodi procedurës. Këto lloj komunikimi në këtë sallë gjyqi me mua si gjyqtare nuk të lejohen. Por qëndrohu te mbrojtja që do i bësh të pandeurit tënd. Ose do i caktoj një avokat tjetër kryesisht dhe do të nxjerr për jashtë. Avokat nëse vazhdon me këtë gjuhë komunikimi. Por qëndrohu te mbrojtja, po ta them, para lajmërimi fundit. Shikom, po ta shikosh këtë pjesën dhe ta ndash në element këtë pjesën komunikuese të paktën për ata persona që janë kryesisht shkojnë në seanca gjyqësore dhe si është debati përballë provave. Po ta shikosh këtë lloj komunikimi, më fjalën herë parë që shikoj që ka një rast flagrant të tillë komunikimi. Tani çdo gjyqtar nuk mund të shkarkojë streset e familjes, sepse këtu është bërë si mod që mund i bërtitet kujtdo, për prokurorit jo, edhe pse vini pa përgatitur, edhe pse e shtyn seancën, edhe pse tjera, ndërkohë që avokati është bërë pjesa që mban gjithë peshën e stresit të një procesi penal. Në këtë rast, po të njihni avokatin Bajrami, është një djalë shumë i komunikueshëm, është një djalë me etik. Unë e kam mik, e kam koleg, dhe të mendosh për këtë djalë që
mund të kërcënoj që në sa seanca kemi qenë edhe kundërshtar me njëri tjetrin, por që ky zotëria ka një etik avokatie, përfaqësim juridik perfekt dhe të gjendet në këtë mas sigurie me iniciativën e oficerit policisë gjyqësore që mendoj që këto 2-3 ditë do kemi zhvillime dhe ndaj tyre, besoj normalisht do të kemi një pezullim. Për mendimin tim do të kemi një pezullim nga detyra, mendoj që do të ketë një pezullim nga detyra, do të merret tani apo do të merret më prapa, po ndaj këtyre do ketë mas. Këtë të garantoj sepse nëse kemi 5 ditë bojkot, e dish do të thotë po të marrim vetëm gjykatën e apelit. Gjykata e apelit, një gjyqtar në ditë ka minimalisht deri në 10 dosje penale. Një gjyqtar. Të gjithë gjyqtarët që mësoj tani, i bie gati 300 dosje në ditë të fluturojnë me shtyrje. E ke 5 ditë, i bie 1500. Përveç kësaj, ke gjykatat e rretheve, ke seancat paraprake e tjera. Kështu që nuk është kaq e thjeshtë që do të kaloj kaq thjesht kjo situatë pa u sqaruar. Në qoftë se dikush është fajtori i këtij procesi, të mbaj përgjegjësi për këtë situatë. Elton. Unë besoj që nisëm nga ajo që u tha, që në rast se do të ketë një masë ndaj oficerëve të policisë gjyqësore apo ndaj prokurorit, siç pretendon avokati, mund të kenë shkelur ligjin me provat, nuk duhet të ketë një ndëshkim ndaj tyre meqense avokatët bëjnë grevë. Duhet të ketë një ndëshkim ndaj tyre në rast se ata kanë bërë faj. Elton, ju jeni gazetar, një sekondë. Shiko, ne folëm para pak këtu për reagimin, le të themi, kolektiv të prokurorëve, se si prokurori, koleg me prokurorin sallë reagoi etj. Në njëjtën masë duhet kemi dhe ndaj qëllimit të pjesës suaj. Para një, prokurori duhet të ketë një komunikim etik. Edhe avokati. Sigur, bëre peq gabim? Mos pash gabim. Unë thash në fillim. Atëre, ja po them, po jo se ka dhe dalime është i tepërt, por shpreha që do merrem me ju personalisht duket edhe mua e tepërt. Pse jo më edhe një herë, unë nuk duhet të gjykojmë nuk duhet të gjykojmë me një emocion kolektiv që keni ju sot. Jo, nuk është kështu. Nëse dhe pjesë, shikon, kur u vraj gjyqtari, avokatët bën grevë në favor për të mbështetur gjyqtarët. Edhe kur është cënuar një prokuror, një sekond. Jo, një sekond, do zgjidhet më. Kjo situatë do të marrë drejtim, për mendimin tim duhet drastike. Po ndërhyrje nga institucionet e tjera nuk ka, dhe greva është vetëm në formë që ka dhoma mekanizma. Dhe kur ka pasur ndonjë komunikim nga politika për sa i përket ndonjë gjyqtari, siç ka komunikuar kryeministri, avokatët janë ngritur që mos të ndërhyjë etj. Po për avokatin tani, ka folur një gjyqtar e një prokuror? Po ju nuk duhet të bëni lojën e ekstremeve. Jo, nuk ka. Prokurorët shkojnë ekstrem. Po jo, më nuk është ashtu Elton. Duhet të dish Elton, arrestu një person duke shkel ligjin. Shikoj Elton. Më kupto logjikisht. Avokati në çdo seancë është në provim me klientin. Patjetër. Dhe në qoftë se ai nuk e mbron ndonjësisht, ai thotë s'bën avokati. Jam dakord me këtë. Rrugaçëria që ka zënë sot në gjykatat shqiptare, në prokuroritë shqiptare, që s'kan lënë më jurist bashkie, jurist kadastre, jurista ku diun ndërmarrjesh dhe i kanë bërë prokuror dhe gjyqtar, pa një lloj eksperience, që i kanë mbushur gjithë magjistratën kanë hequr personazhe cilësore nga sistemi dhe kanë vendosur këta pa një bagazh, pa një eksperiencë. Ky është gjykim tjetër, më nuk është gjykim. Po jo, më po ka të bëj se këto janë produktet sot, nesër do të vi radha aty mua tjetrit. Patjetër, po si shteti. Sot është ai në burg, në paraburgim jemi të gjithë ne si avokatë. Avokatin që është një djalë i shkëlqyer, ne duhet të kishim edhe një prokuror të na thotë për prokurorin, po dhe gjyqtar për pjesën e gjyqtarit. Unë të garantoj, flasim për çumë emocione, do të flasim dhe të bënim debat, se nuk kanë nevojë. Japi deklaratë, s'stet me deklaratë. Edhe më shumë gjas. Prokurorët janë bërë disa mekanizma të përdorshëm as nga vetja tyre për nga njerëz për goditur njerëz dhe jemi të ajo padrejtësia që po diskutojmë. Bën çfarë të dojë në seancë dhe gjyqtarët janë kthyer në zëdhënsat të tyre. Pikërisht pra, se po ty kishte se doja ta shtoja. Se ti e the, unë jam ai që jam më i ftohtë në këtë diskutim. Jo, Pano tha, Pano zjarr ndërkohë. Avokat, para se ju të vinit Pano tha, në këtë diskutim tha, unë jam i ftohta në këtë raport. Kështu që Pano ti si eshe? Është sindroma që ka zaptuar një sistem i cili është kalbëzuar në mënyrë sistemike, që është abuzimi me pushtetin.
këtu kushdo që ka pushtet, po ta shikosh, mundohet si ta vëjnë funksion të vetës. Pra çdo lloj pushteti kthehet në burim përfitimi personal, individual. Po kështu ka qenë gjithmonë? Nuk është përgjegjësi. Ka ndryshuar, ka marrë raporti mes konsideruarit. Janë intensiv këto kohë. Shiko, pushteti në një situatë ideale është përgjegjësi. Një deputet është përgjegjësi, mandati është përgjegjësi, prokurori është përgjegjësi, kryeministri është përgjegjësi, çfarë do gjë, çfarë do pushtet drejtori është përgjegjësi. Por nga krau ka një pjesën tjetër të monedhës, e cila është edhe privilegj. Ka pasur një raport të drejtë mes përgjegjësisë dhe privilegjit. Deri kur? Deri vonë. Pra deri paktën 2000-shin, 2005-ën, kemi pasur raport drejt mes privilegjit dhe përgjegjësisë. Më kupton? Pra, kishim deputeti konsideronte edhe përgjegjësi, kishte përgjegjësi profesionale. Prokurori kishte edhe përgjegjësi profesionale. Gjyqtari kishte përgjegjësi profesionale. Mësuesi kishte edhe përgjegjësi profesionale. Sot ka ndryshuar pllaka. Nga një herë e shikojnë, në përgjithësi e shikojnë si një privilegj. Kushdo, prokurori, drejtori, ministri, deputeti, gjykatësi, mësuesi, mjeku, pra e shohin si një privilegj ku ndonjëherë gjenden ndonjëherë që mban përgjegjësi, që ka ndjenjën e përgjegjësisë. Kur ishte partia e Redit, ishte çik më liberale situata. Por që tani nuk ka unë jam pa parti, më shpon drejt. Pra, ideja është që dhe kjo është një sindrom shoqërore, besoj unë. Nuk është se është e partie fare. Është një shoqëri që është orientuar drejt kësaj gjëje. Pra, sepse kur shikon atë tjetrin të madhin lart, që e shfrytëzon postin, e përdor postin për privilegjin e vet personal. Atëherë të gjithë ne poshten, po pse ne bullallënj jemi? Po pse mos ta përdor dhe unë? Ato çik drejtollogu që kam dorë, apo ato çik prokurorin që kam dorë. Pra, është një sëmundje e cila ka ardhur nga lart poshtë. Dhe është bërë sistemike. E pat reagimin e gjyqtarës, ju duk një reagim normal mbas si foli avokati? Që nuk do të pyet nëse ne nuk e dim se kush është reagimi normal. Nëse ajo nuk është e parë një reagimi gjyqtarës, jo, po patjetër, jo që s'më duket reagim normal, po më duket sikur atë që tha zoti Pedraj që është kthyer gjykata në shërbim prokurorëve. Gjykata nuk është në shërbim prokurorëve. Nëse gjykata do shikonte një problem në atë seancë, mund ta ndërpriste seancën, thriste edhe avokatin dhe prokurorin dhe i thoshte në këtë seancë nuk ka kërcënime, nuk ka veprime ndaj njëri tjetrit, do ruani etikën dhe do zbatoni ligjin, se seanca është publike, që do të thotë gjyqtari bën moderatorin e dy palëve që japin argumenta dhe rregullon ajo situatën. Edhe nëse ka te kalime të njërin nga palëve. Por nëse gjykata bëhet palë me njërin nga dy edhe me avokatin qoftë, atëherë nuk kemi më barazi armësh, nuk kemi më seancë gjyqësore, kemi një institucion i cili do vetëm të mbaroj punën shpejt e shpejt, siç funksionon në Shqipëri, bëhet me më të fortin dhe gjyqtari, që është vetë i fortë, se ka postin më të lartë në Republikën e Shqipërisë. Ka pasur raste dhe nuk do të di nëse i shkelet të drejtat e liritë themelore një personi, një qytetari. Se ajo është për të garantuar liritë dhe drejtat themelore. Ditën që ti nuk ke transparencë dhe nuk ke një audit profesional për sa i përket formës së proceseve hetimore, pjesët civile e tjera, që nuk kemi një hetim. S'ke i lëdobra, se po flistim për reformë drejtësi. Reforma drejtësi ka dhe qeverisje gjyqësore. Që të ruajmë atë etikën dhe profesionalizmin, se e diskutoj Pano më herët, nëse do ruajmë etikën dhe profesionalizmin, siç ka dhoma avokatisë për avokatët që duhet marrin masa disiplinore për çdo kënd që nuk respekton etikën, ka i kod etike avokati, ka i ligj avokatie, e cila duhet zbatohet, i cili duhet zbatohet në çdo pikë. Dhe ka dhe një ligj për gjyqtarët dhe për prokurorët që Inspektorati i Lartë i Drejtësisë duhet ta marrë konsiderat. Për çdo ankesë që bëhet, se prokurori është pushtet, që do të thotë ka disa mekanizma shumë të forta në dorë, hap një hetim, hap një çështje penale ndaj teje dhe duhet të jetë në zbatim të ligjit të gjithkohës. Dhe kush duhet ta kontrollojë atë? Duhet ta kontrollojë gjykata dhe Inspektorati i Lartë i Drejtësisë. Më përpara kam qenë në një proces, ka qenë zonja Joana Qeleshi gjyqtare në gjykatën e Durrësit. Çfarë i kërkonte prokurorit? Më lexo gjithë provat. 1, 2, 3, 4 dhe ku të çon kjo provë, se ndryshe nuk e kalonte dosjen. Po sot e di si bëhet. Qa këti, hajde mbaroj, kalon vendim kalon çetëm. Ndo sepse gjyqtarët kanë shumë dosje për shqyrtuar dhe kanë fluks, se ndo kjo? Jo, sepse nuk din të bëjnë hetimin
e gjyqtarit të seancës paraprake, i cili është procesi dhe seanca më e rëndësishme e procesit, dhe gjyqtari i seancës paraprake është ai që ka fatin një dosje në dorë. Po të shikoni pse u zgjat gjyqi i zotit Berisha apo po zgjatën edhe këto gjyqjet e tjera që janë seancë paraprake. E para njëherë që janë dosje voluminoze. E dyta janë me shumë personazhe. Dhe po kalojnë e po të i kalojnë afatet. Kodi procedurës, kam përshtypjen që duhet hy, dhe duhet të rishikoj disa element përsa i përket pjesës 10 ditore njërë, kur është pjesa që klientit tënd i komunikohet akuza, që ai nuk ka kohë të lexojë 6.000 faqe, 8.000 faqe, apo 20.000 faqe, apo 70.000 faqe, që po merren edhe me karroca supermarketit ato, të shikosh që vetëm për të numëruar nuk të dalin 20 ditë apo një muaj, ti numërosh ato fije. Edhe jo më ti lexosh këtë. Kështu që janë disa elementë që duhet ndërhyrë cilësisht në këtë, dhe për mendimin tim duhet futur në skem pjesa e auditit. Në qoftë se nuk kemi pjesën e auditit dhe një nën përkatës që çdo kush të mbaj përgjegjësi për atë vendim që jep ndaj një personi i cili ka vojtur me burge tjera e tjera, neve nuk do të jemi në urluk të mbarë. Sepse, ja po të tregoj një element, pse është ndëshkuar shteti? Një person i cili rri në burg 7 vjetë dhe pas 7 vjetësh deli pa fajshëm, atëherë kush do ta paguajë këtë kost? Prokurori ka dashur ta mbajë në burg. Gjykatat kanë vendosur ta mbajnë në burg 2 apo 3 apo 4 procese të cilat janë bërë, apo në shqyrtim themeli, dhe pastaj apeli e shpallët pa fajshëm, tani si i bie? Kush do paguajë këtë kost? E kuptoni se çfarë gabimesh? Elton, marrin drejtësi sot shqiptarët? Shiko, Do të bëjmë pyetje naive, por që është shumë e përgjithshme, por deri më sot kemi folur thjesht për çështje afatesh. Për diskutimit është bërë që ka shumë dosje që janë stok, ka shumë afate të shkelura, ka dosje që rrinë me vite që presin. Dhe qytetarë që vojnë. Për fat keq nuk kemi folur kurrë për brendinë e dosje, pra për cilësinë e gjykimit. Tashmë ndoshta nisu nga ky rast, fokusi është duke u kthyer edhe tek brendia, pra duhet të ketë cilësi gjykimi, dhe besoj që çdo e keqje ka një të mirë. Për fat që sot kemi një avokat që ndodhet në burg dhe që besojnë duhet dalë, ka provokuar një debat pozitiv se çfarë ndodh brenda seancave të gjyqit, sepse i kanë marrë dhe telefonin avokatit tani që të zbulojnë ndonjë element prove që të implikojnë tani. Çfarë ndodh brenda seancave të gjyqit, ne kemi parë kur ka patur personazhe VIP. Aty jemi kujtuar që të shohim çfarë u tha. Kemi patur dhe pjesë që kanë dalë debatesh audio nga seanca. Kur janë patur gjyqe të thjeshta apo mazë sigurie, asgjë nuk ka dalë, askush nuk ka marrë vesh. Këtë herë, nga ky rast besoj që provokohet një debat pozitiv që avokatët vetë besojnë duken të vendosur ta çojnë deri në fund, dhe është një gjë e mirë që të ketë mundësisht ndërhyrje dhe një rregullim. Janë shumë të pakët prokurorët që janë me etikë dhe komunikues. Janë shumë të pakët. Po të shikosh, ka shumë indinjat përsa i përket nga qytetarët për padrejtësira të cilët janë në procese të cilat ata janë të ndëshkuar. E tha Çekpano që në qoftë se do shohim sistemin e drejtësisë, as pak është për ata 2000 vetë që janë më të zhurmshmit edhe më në dukje për të popullin, ndërsa pjesa tjetër tha ka të bëjë me këtë sistemin e drejtësisë, po të rifrazoj Pano. Duket që ka dhe një frustrim të prokurorëve të thjeshtë të themi, sepse duke parë fokusin e madh që ka marrë Spaku, pra 20 prokurorët e Spakut, vlerësimin tim u shoh një farë frustrimi të komplet kategorisë tjetër të prokurorëve, të cilët tashmë duket sikur janë lënë hije, si nga ana e trajtimit, si nga ana e vëmendjes. Kjo mund të jetë një shprehje, një moment tensioni për të marrë skenë. Do të tregoj një shembull të cilin kam qenë vetë personalisht prezent në seancë, është një pjesë në një seancë në Abu Dhabi. Në Arabinë Saudite bëhen proceset me mendimin e inteligjencës artificiale. Pra, në momentin që prokuroria ka sill gjithë dosjen, skanohet dhe futet brenda sistemit, ditën tjetër me proces verbal futet dosja nga avokati dhe element, po ka dhe elementi kushtetues të pjesës së lirive dhe të drejtave, të cilët sepse atje funksionon pjesa e haramit, siç i thon ata, po duhet në momentin që këto futen, duan 24 orë që të pritet mendimi i detajuar i inteligjencës artificiale që do japi për 5 prokurorët që janë në seancë dhe nxjerr për këdo mendimin final. Dhe atje shikon shumë shpejt.
se çfarë ndodh. Dhe prokurorët, gjyqtarët, gjyqtarët të riqen për 24 orë, pra gjyqi mbaron për 3-4 ditë. Është për një personazh goxha të dëgjuar, të lakuar në Shqipëri, që kam qenë vetë atje, se jam avokat i tij, dhe këtë e kam parë vetë. Dhe kjo që po shikojnë këta me diellën që ashtu, diella, ky sistemi diellës, diella që ne kemi në emrin diella, që ne në fillim qeshëm se pa malsore etj. Kam përshtypjen që ai duhet të jetë një sistem më i gjerë, të bëjë audit për çdo element, që nga kontrolli i lartë i shtetit e tjerë. Pra, në qoftë se neve nuk e kemi këtë lloj sistemi auditi, flas për të auditi, në të njëjtën skemë të futet edhe kadastra, të futen edhe tatime, të futet çdo qelizë që funksionon në këtë shtet, pastaj do flasim bashk se si do të jetë situata. Kalojmë te SPAK-u? Atëherë, si do ta vlerësoj punën e SPAK, avokat? Po, besoj doli një pjesë nga pjesa e diskutimit që prokuroria e posaçme, ndryshe dhe gjykata e posaçme, mund të themi ndryshe nga prokuroria e jurisdiksionit përgjithshëm, është një nivel tjetër hetimi, gjykimi, pavarësisht të rezervave që mund të jenë shprehur nga shumë persona ose nga profesionistët së drejtës, duke qenë se janë në një fazë konsolidimit ata ose në një fazë e cila desh pak kohë për të marrë benefitet ose të mirat e sistemit ose të mirat e punës së vetë prokurorisë posaçme. Prokuroria posaçme kuptohet që për disa raste që lidhen me krimin e organizuar, për aq sa kam parë unë, ka bërë hetime të thelluara, të detajuara, duke pasur ose duke përdorur gjithë atë kapacitetin që mund të ketë një prokurori shqiptare, dhe kjo e ka arritur në nivelin maksimal të saj, për Shqipërinë flasim pak. Ndërsa për pjesën tjetër është mbështetur kryesisht te informacioni që ka marrë nga partnerët evropianë, që dhe kjo është pozitive, ka përdorur gjithë atë informacion për ta lidhur me ngjarjet me veprat penale në Shqipëri, të cilat kryesisht kanë kaluar më herët të pasbardhura dhe është dashur që ndihma partnerëve me informacione për të bërë lidhjen e këtyre ngjarjeve. Dhe në çështjet e tjera që lidhen me korrupsionin dhe krimin organizuar, është e dukshme korrupsionin dhe shpërdorim detyrës që lidhet me zyrtarët e lartë, është e dukshme avancimi dhe hapi para që ka bërë SPAK-u dhe është i dukshëm dhe në reflektimin që ka pasur të qytetarët. Kemi zyrtar të lartë, kemi ministra, zëvendëskryeministër, deputet, njerëz me pushtet drejtor të rangjeve të ndryshme, të cilët janë thirrur, janë pyetur, janë hetim ose janë çuar për gjykim dosjet e tyre. Kështu që në gjithë aspekt duket pozitiv dhe mendoj që dhe 3 vjeçarin që vjen, pavarësisht se kush do jetë në drejtim, se kuptohet që i mbaron mandati zotit Dumani, do jetë në të njëjtën ritëm. Si do flasim për kandidaturat? Pano? Unë do ta shikoj politikisht sepse a ka ndikim politikat e SPAK-u, se thuhet që varet nga Rama, opozita thot njerëz skap, njerëz SPAK. Në përgjithësi, përgjithësimet janë gjithmonë me vrima si një djathtë zvicerian. Çfarë do të them me këtë është SPAK-un e ka kap Rama, Veliaj ka vajtur për mbathjet e gruas, Beqaj vajti përsa SPAK-u në vend se duhet me këtë, me koncesionet e shëndetësi, e sterilizimit në shëndetësi. Unë dua ta shikoj më të detajuar për ta dhënë dhe më të qartë ekspozim. E vërteta nuk është asnjëherë as e bardhë, as e zezë, as e majt, as e djathtë. E vërteta është diku në qendër, diku në mes. A ka sot element politikës që kanë kapur prokurorët e SPAK-ut? Po. A ka sot prokuror me integritet të pavarur? Po. A ka sot prokuror të cilët kanë në fijet e tyre lidhje me politikën majtas ose djathtas? Po. A ka prokuror me këllqe për të vajtur deri tek Erion Veli e tjerë? Po. Pra kjo është relative, kjo që po thua tani, o ka bërë punë të mirë, o nuk ka bërë punë të mirë. SPAK-u në vetvete është bashkimi të gjitha këtyre. Pra SPAK-u në vetvete ka dhe prokurorin e kapur, ka brenda dhe prokurorin me integritet. Nuk mund t'i vësh emër SPAK-ut. Unë flas për individ.
Pra, di që filan prokuror ka bërë një punë të mirë këtu, filan prokuror ka bërë një punë të mirë këtu. Institucioni nuk është individ, individ, është institucion. Vlerësimi për institucionin marrë vetëm me njësinë e progresit. Delta, quhet në matematikë, quhet delta. Është njësia e progresit, diferencës. Më kupton? Dhe themi ku ishim dhe ku jemi. Si na del. Bravo. Që ka progres nuk diskutohet. Por nuk diskutohet mëse ne kemi qenë para 5 vjetësh, thonim, ku është Ilir Beqaj? Pse se marrin Ilir Beqaj? Pse s'ka mbaruar proceset? Pse nuk e marrin, pse nuk e prekin Arben Ahmetaj? Pse nuk e prekin Erion Velia e ne këta me radhë, më kupton? Sot ata janë të prekur, nuk e di a do të dënohen deri në fund apo jo, por të paktën të prekur, pra miti ju ka rënë si të paprekshëm. Po nëse dalin pa fajshëm. Ju ka rënë miti, prapë ju ka rënë miti si të paprekshëm. Jo, janë të pafajshëm, po miti këtu që këtu nuk flasim për dosjen Berisha, nëse dosja Berisha që lë vend për diskutime. Në qoftë se një sekond. Mondi. Politikisht unë interesohem që këtu mos ketë të paprekshëm në këtë vend. Në tjetër gjë, paprekshmëria ka rënë. Se sistemi i drejtësisë e gjen të fajshëm, e gjen të pafajshëm e tjetër, për mua s'ka rëndësi kjo. Çka kemi vuajtur si shoqëri? Problemi është që ne këtu i kemi pasur ca njerëz aty lart dhe kemi thonë, këtë se prek njeri, këtë se prek njeri, këtë se prek njeri. Ky mit ka rënë. Nuk ka rënë i plot, nuk ka rënë i plot. Kjo duhet të thënë, por natyrisht që do kohë çdo gjë për të arritur deri aty ku mendohet, sepse nëse sot për shembull unë mund të konstatoj një gjë, është që SPAK-u, dhe unë e pash edhe tek intervista, tek raportimin që bëri komision, unë e shoh që SPAK-u ne ende s'kemi ndërtuar një institucion të tillë që të shkojë deri tek maja e lartë e pushtetit aktual, pra të godasi pushtetin siç është sot. Më kupton? Të bëparshmin e godet, ata që janë të dytësor, tretësor të gjithë i godet, po për të vajtur te maja lartë nuk e godet. Avokat. Pushteti sot nga të gjithë ministrat i kanë burgu. Jo, po them majën, di, të dytë të tretët i prekaj. Nuk diskutohet, e ka treguar. Nuk e lejon kushtetuta njëherë. La, majën, jo, kushtetuta të lejon të çka me të. Avokat, e ka goditur pa ndëshkueshmërinë apo është selektiv SPAK? Nuk ka qenë selektiv. Për mendimin tim nuk ka qenë selektiv dhe kam parë që ka prekur shumë personazhe të cilët janë në institucionet e caktuara, ndoshta edhe mund të ishim më shumë, po neve kënaqemi kur futen tjerët në burg, po nuk është gjithmonë kjo. Ne do të kemi surpriza për sa i përket atyre dosjeve. Unë jam në 2 raste dhe të shikoni elementet se si është ngritur akuza, lë shumë për të dëshiruar, për mendimin tim. Tani nuk e kanë bërë se kanë qenë në ndikim politik dhe janë marrë në këtë rast dhe kanë kopsi dosjet kështu, apo dosjet e nivelit të lartë janë dosje të cilat e para njërë që janë me delegim, ka instrumenta që vinë nga poshtë lartë, që derisa shkon të pjesa e siglimit që mban në autoritet, që vendos autoriteti firmën. E para njërë ka një grup pune i cili ka kryer gjithë rastin asaj dosje të cilët një ministër ka firmosur një çështje të caktuar, një tender, dhe ideja e kësaj është që kjo pjesa e shpërdorimit e detyrës, të cilët këta po e klasifikojnë si vepër penale ndëshkuese, nuk të qonë askund përveç se një elementi, sepse kështu e fillojnë këta, fillojnë me shpërdorimin e detyrës, të fusim një në burg, pasaj do të fillojmë të ngrejmë ca akuza për pastrim parash, do gjejmë ca prova, do të fusim andeja, do të marrim telefonin, do mbledhim dhe ca prova të tjera, dhe Qeredi di shumë mirë kur... Kështu duhet të ndodhë realisht që se duhet bërë një hetim? Fare, po të fillosh hetimin e pastrimit parave, minimalisht është rast administrativ dhe duhet filloj nga poshtë, nga pjesa e tatimeve, është procedura administrative dhe sa të dalësh. Në qoftë se do ilustrojmë këtë punë që ju thatë, që ndodhë përgjithsisht, a mund ta konsiderojmë SPAK-un e suksesshëm, sepse në finale, quhet i suksesshëm në qoftë se këta individ jo vetëm vajnë në burg, po marrin fajsinë në gjyq. Unë nuk po të flas për sukseset e SPAK-ut. Tani po flasim se kemi ngritur një institucion që ka prekur pa ndëshkueshmërinë. Vetëm kaq. Pjesa tjetër, për se si do eci procedura, cilat dosje do të kemi në vazhdimsi, ku do të klasifikohen, sepse kanë kaluar 35 vjet, dhe 35 vjet nuk janë pak. Se 35 vjet ndonjëherë atë sistemin e parë, 40 vjet ndonjëherë atë sistemin e parë. 40 vjet atëre që të dilje nga i sistem i bllokuar, 40 vjet tani për të hyrë në Bashkimin Evropian. Tani më thoj vetëm kaq. 80 vjet, kaq ka shteti shqiptar që është themeluar.
Por që të flasim tani që struktura e posaçme nuk ka asnjë lloj rezultati etj. Do duket në procese gjyqësore. Ato janë ato që do të vendosin, por që Por që ti je skeptik për një pjesë. Jo, se nuk jam, shiko, unë në përgjithësi fal profesionit, e shikoj çdo gjë me maturi. Nuk nxitohem të them që po kjo ka mbaruar por lë vend për diskutime. Si do ta gjykosh punën e Për mua SPAK-it? vlerësimi për SPAK-un është pozitiv, mjaftojnë të bëjmë një eksperiment thjesht të themi që në rast se cilit prej nesh do të vinin përpara një listë me emra që sot janë në hetim apo qoftë janë të arrestuar përpara 6 vjetësh, dhe ti thoshin që këta emra do të jenë vitin 2025 në hetim apo të dërguar në gjykat për të gjykuar, do të thoshim që nga i çmendur. Kështu që në këtë aspekt SPAK-u ka pjesën vetë pozitive. Sigurisht është momenti i filtrit profesional të punës SPAK-u tashmë, përsa i përket masave të sigurisë, gjykatat përgjithsisht ja kanë certifikuar kërkesat të SPAK-ut, pra ka kaluar të filtr, përsa i përket brendisë së dosjeve, sigurisht që duhet pritur sepse askush nuk mund të cilësohet fajtor pa një vendim të formës për, dhe këtu është sfida kryesore që SPAK-u ka. Por që SPAK-u e ka thyer perceptimin e përgjithshëm që ka një listë personash të cilët janë të paprekshëm, kjo është e vërtet. Që ka pritshmëri shumë të lartë, sigurisht dhe kjo është e vërtet. Por besoj që tashmë institucioni si SPAK është një fazë shumë të rëndësishme që duhet konsolidohet profesionalisht dhe duhet të shikoj për ta ngritur pjesën e hetimit në një fazë tjetër. Ne shpeshherë thjeshtojmë gjykimin për SPAK-un, edhe në komunikimin e përditshëm themi që vendosi SPAK-u, kërkoi SPAK-u, ndërkohë që për shumë për këtyre hapave ka pas një vendim gjykate. Pra, fokusin e kemi tek prokurorët, por harrojmë shpeshherë që ka një vendim gjykate që e ka certifikuar dhe miratuar atë që prokurorët kanë kërkuar. Në këtë kuptim, edhe kur e qortojmë punën e tyre dhe në disa raste edhe të mund të qortohet, ata për shkakun duhet të jenë më të shpejtë në disa hetime, sidomos në hetimet që kanë njerëz të arrestuar. Kjo është një kërkesë pritshmëritë janë që vetëm edhe nga publiku. Por dhe për çështjet e rëndësishme me ndjeshmëri të lartë publike, padyshim që ata nuk duhet shpenzojnë vite të tëra për të dhënë një përgjigje publikut. Nëse ka ose jo vepra penale në vlerësimin e tyre dhe pastaj vlerësimin e gjykatës. Në këtë kuptim, gjithashtu SPAK-u ka një problem, besoj unë, madhor të komunikimit publik, nuk ka një komunikim publik cilësor. Shpeshherë është vetëm zoti Dumani apo drejtuesi i SPAK-ut që organizon disa takime me gazetarët pa kamera, apo kur ai raporton për komisionet parlamentare, dhe është vetëm kaq. SPAK-u do të duhet, besoj unë, të ketë një strategji komunikimi publik cilësore për te atyre njoftimeve standardet shtypit që publikon pas çdo operacioni. Zoti Ramaj, ekziston një mendim përgjithsisht tek një pjesë e opinionit publik që edhe në rastin kur gjykohen apo hetohen zyrtar të lartë që mund të jenë ish-ministra apo edhe ish-drejtues institucionesh të rëndësishme, sërish nuk hetohen për ato patatet e nxehta, por hetohen për çështje dytësore, me qëllim për të dhënë një shans që të mos dënohen apo penalizohen për atë që realisht të duhet, pra një farë mënyre për t'ju dhënë një mundësi të dytë. Rasti Ilir Beqajt për shembull me fondet e SPAK në veçse për koncesionet në shëndetësi. Tani, si e gjykoni ju si specialisti i sistemit drejtësisë? Nëse i ndajmë pak, pra perceptimi që disa zyrtarë po marrin masa ose hetohen për çështje të cilat janë më periferike se sa çështje tjera të artikuluara në media dhe të rëndësishme. Pjesa e hetimit, që u tha pak këtu, është një çështje komplekse dhe kërkon një metodologji, kërkon mekanizma pajisje, kërkon dhe burime të tjera ekstra për te prokurisë posaçme. Aftësi profesionale dhe mbi gjithë. Po, aftësia në mënyrë të padiskutueshme, po më tepër se vetëm aftësi profesionale. Nëse disa institucione shtetërore nuk funksionojnë, nëse nuk bashkëpunojnë me prokurinë e posaçme, e thënë kjo nga drejtuesi i SPAK-ut, atëherë do të thotë që mënyra dhe informacioni si e merr SPAK dhe ato çfarë duhet të mbledhë SPAK e ka të vështirë që të arrijë në çështje themelore, bazike për të arritur në ato çfarë do publiku në dënimet e tij në fund ose në akuzat e tij në fund. Tjetër, Pra arsyeja është nuk bashkëpunojnë institucionet shtetërore. Kjo është një nga arsyet. Është një nga arsyet, pra nuk ka kallëzime nga institucionet shtetërore, e thon shkurt. Për te pastaj bashkëpunimi. Kryetari SPAK tha që
Policia shtetit, tha një pjesë e policisë shtetit bashkëpunon me krimin e organizuar. Kjo është e rëndë, besoj. Pra, ti ke një mekanizëm si prokurori që përdor dhe policinë e shtetit, minimalisht për shumë veprime. Element policisë shtetit. Po pra element policisë shtetit, se patjetër që nuk është e gjithë policia e shtetit. Jo, nuk patjetër që nuk është e gjithë policia e shtetit. Kjo është domethënë kjo është fikse ajo që ndodh dhe ka spaku, ky është problem shumë i madh se ti ke gjithë policinë ose një pjesë policisë Një shtetit ose person të kesh drejtues brenda i të dekonspiron gjithë aksionin tjetër pra. Kjo është dhe vetëm se për ta përfunduar. Dhe rasti për shembull i zotit Beshaj. Çështja diferenca midis dy çështjeve, pra sterilizimit dhe sa spakut ishte masa sigurimit. Për masat e sigurimit, mund flasim këtu gjithë ditën, unë për shembull jam që mos ketë masa sigurimi Aresmburg, as për zotin Beshaj, as për zotin Veliaj, as për zotin Berisha, as për asnjë. Pse? Sepse këta zyrtar duhet të hetohen këtu në Shqipëri për të gjitha me detaje, mund zgjasë hetimi brenda të gjitha atyre normave të hetimit që i përcakton ligji dhe të dalin në një prova, disa prova konkrete. Kjo intereson shqiptarëve që këta kanë bërë disa shkelje konkrete, nëse kanë bërë, dhe prokuroria shkon me një dosje të plot në gjykatë dhe gjykata në fund pastaj jep drejtësinë. Dhe nuk ka rëndësi nëse janë në burg sot apo janë të lirë. Kjo për mua është pak e rëndësishme. Që ta pano një sekond. Dua të prek vetëm këtë element. Problemi është sado i zotit jetë prokurori, në qoftë se strukturat për të cilët ai delegon detyrat nuk arrin dot të kenë aftësinë për të bërë detyrën dhe për të plotësuar kuadrin e atij hetimi paraprak, të dështojnë shumë gjëra. Kështu që kjo është prandaj tha dhe Redi që është një çështje shumë komplekse, kërkon shumë mekanizma efektiv dhe marrëdhënie, sepse që të bësh një hetim paraprak sot, sidomos në dosjet që janë të nivelit lartë, që ka element të rinj të futur në pjesën e hetimit, sepse ne nuk ishim një biro kombëtare të hetimit që tani e kemi, që ajo bën hetimin e tjera, por që duhet funksiononte si institucion më vete. Dhe ajo vetë, me iniciativën e vetë, institucionit do të fillonte hetime për personazhe. Dhe do të ishte më efektive. Dhe aty pasaj të delegonte pjesën apo të bënte referimin e një... është një sherr i pazgjedhur mes të dyve. Shiko, pikërisht se Spaku dhe BKH-s. Ajo faktikisht BKH-ja po punon në hijen e Spakut. Dhe delegot është kthyer një oficer një institucion si oficer të policisë gjyqësore janë kthyer, ndërkohë që ata në tjetër mision, ai institucion u ngrit në elementin kushtetues me tjetër mision. Dhe tani kemi ato përplasje të cilat kemi vakumin e oficerëve të policisë gjyqësore për sa i përket pjesës të brenda. Kreun e BKH-s vakum mirë. Shiko, besoja do të zgjidhet edhe në formën si është Byroja Kombëtare e Hetimit do me fjalë funksionon dhe pjesa administratorit është më shumë formë organizative, po... Okej, pano. Shiko, më po them që Spaku në vetvete për një strukturë e cila praktikisht ka bërë diferencë këtu në historinë e këtij vendi, pa dashur të merrem me detajet. Dhe natyrisht si çdo gjë e re që ka ardhur, duke qenë se ka vështirësitë e veta. Po, duke qenë se edhe terreni në cilën është zhvilluar, se ne çfarë po flasim tani. Ne po flasim për një republikë e cila ka pasur drejtësi që ishte institucion varësie i kryeministrit. Ka qenë institucion varësie, siç janë këto agjencie mjedisit e tjerë. Dhe erdhëm në këtë realitet në ri ku po tentojmë të ndërtojmë drejtësitë pavarur në sensin që të japim integritet disa persona, disa individëve për të krijuar një drejtësi të re të pavarur. Do ketë problematika pafund. Ka limite, po, nuk diskutohet. Pra në një shtet si puna jon, ku dallimi mes autokracisë dhe diktaturës sa vjen dhe bëhet gjithmonë edhe më i padukshëm, është shumë e vështirë që të operosh në të tilla nivele ku ne do të aspironim që të operonim. Por që unë shpresoj shumë që aty ka njerëz me integritet që mund të harrin deri diku. Kemi 4 kandidatë në garë për kreun e ri të SPAK. Duke pasur parasysh dosjet, unë i përmenda pak në hyrjet e emisionit që kanë jetuar. Janë letun, themi, pasues të denjë të Altin Dumanit ja ku i kemi. Është Klodian Braho, Adnan Xholi, Doloreza Musabelliu dhe Elvin Gokaj. Shiko, unë do të jemi sinqert, unë nuk besoj se ky standard i vendosur, domethënë çfarë ka bërë Altin Dumani. Para vendosi një standard i cili
nuk ishte përpara Altinit, që përpara kur ka qenë drejtues SPAK-u Ja, Arben Kraja. Nuk u vendos ky standard, jo, unë jam shumë hapur, nuk është vendosur ky standard. Standardi që vendosi Altin Dumani është shumë mirë për shërbyesit dysheme. Tani problemi është ato çojnë nga dyshemeja këta zotrinj. Si ke parë 4 kandidat? Duke pasur parasysh dosjet kryesore që kanë hetuar. Shiko, për shembull, dosja e inceneratorëve mua më vjen akoma vështirë, sepse dosja e inceneratorëve, domethënë kam vështirë ta kuptoj, sepse dosja e inceneratorëve akoma nuk ka vajtur pretim. Pra akoma nuk i ka vajtur deri në fund. S'ka inceneratorë. Aferës inceneratorëve sepse s'ka inceneratorë. Evidentosh. Pra, kjo gjëja duhet të jepet drejtim kësaj gjëje. Më kupton? Por në vetvete personat mund të jenë me integritet, nuk e diskutoj, pra nuk kam ndonjë për të preferuar sepse nuk jam as gazetar kronike që të di se si është puna gjithsesi. Elton, përpara se të pyes pastaj, dy përfaqësues të sistemit drejtësisë që ndoshta e njohin edhe personalisht edhe e gjykojnë punën më në detaj, edhe ndoshta në ca element që ne si gazetar nuk arrim dot. Ti si ishe paktën të bazuar në hetimet që kanë bërë? Në radhë të parë duhet të kemi të qartë çfarë roli ka drejtuesi i SPAK-ut, por nuk është gjithçka drejtuesi i SPAK-ut. Ai është një prokuror si gjithë të tjerët, i cili ka disa kompetenca shtesë në organizimin e institucionit. Duhet të ketë integritet, duhet të ketë forcë, duhet të jetë vendimar. Nuk ka fuqinë madhore drejtuesit të bëjë gjithçka. Jo nëse, po gjithsesi fryma që ti drejton do që taktikën që u përfshi në shumë dosje edhe personalisht, duket që kjo i shtyu përpara disa dosje me shumë ndikim. Në këtë kuptim nga emrat që kanë hyrë në garë, për te dosjeve që kanë hetim, unë shikoj nëse duhet të zgjedh një emër me kërkesën tënde, shoh zotin Brau si më të favorizuar nga historiku që ka. Sigurisht secili prej tyre si prokuror është shumë i vlerësuar, do të mjaftonte secili prej tyre si prokuror, si individ për të bërë çuditëra në Shqipëri. Mjafton një prokuror qoftë dhe i vetëm që të mos jetë drejtues SPAK-u, që të hetojë dosje shumë të rëndësishme. Por besoj nga të katërt, besoj që më i favorizuari do të jetë zoti Brau. Avokat Petraj, ju kë shihni si më të favorizuar dhe si shihni tërësi 4 kandidaturat? Shiko, duhet të paktën unë kam disa elemente të cilët mund t'ja u them këtu për këta të 4 personazhe, të cilët mendoj që fokusimi i gjithë situatës, pa kaluar zë për zë disa element, po fokusimi i gjithë këtij procesi do të jetë se si do të menaxhohet institucioni, është procesi i administrimit të institucionit. E para njërë që janë 4 detaje të rëndësishme të cilët duhet të ketë një administrator i strukturës së posaçme. E para njërë që duhet të ketë integritetin e jashtëzakonshëm, që ai mos të anatemohet dhe të lakohet për afera e tjera. Po ta shikoni, në këtë pikë, zotin Dumani nuk gjetën asnjë lloj elementi ta lakonin. Pra, edhe pse njoh vetë personalisht, me fjalë që ai është hyn nga personazhet dhe nga prokurorët me integritet, është shumë pozitiv, është njëri komunikues, aq më tepër edhe kur ka pjesë që ne kemi pasur raste për sa i përket rasteve penale. Gjithsesi, pjesa tjetër është që do përfaqësoj institucionin jashtë edhe brenda. Është element kyç. Pjesa tjetër është që do të për çdo marrëdhënie, komunikim që ka me publikun e tjera që mblidhen informacione, problematikat që ka një dosje, për shembull që kur kërkon një person kërkon shkarkimin e prokurorit, ka disa element që bashkëpunon me prokurorët dhe i thotë që të zbatohet ligji. Pra, janë disa elemente të cilat duhen parë në tërësi. E nuk më the, cili nga të 4? Tani një sekundë, unë të thash që këto janë elementet. Këto janë elementet. Tani, në të gjithë këto raste, kemi zonja Bejko, Musabelliu, është shumë pozitive, ka aftësi menaxhuese, është profesioniste dhe ka integritet profesional. Dhe pjesa e zotit Gjoli, mund të kemi element të cilët ne favorizojnë, pjesën e zotit Gjoli, që mendoj se do të jetë ai më i përzgjedhuri, por që këta të dy shikoj në këtë pikë. Dua t'i them edhe diçka
Panos përsa i përket mënyrës se si u ngrit SPAK-u dhe përse i vajti gjithë pesha e ekzekutimit zoti Dumani. Zoti Kraja ka pasur punën më të vështirë që ngriti institucionit. Në qoftë sa institucion sot ka këtë sukses që kemi sot, ka filluar me administrimin dhe menaxhimin perfekt që bëri zoti Kraja. Të gjitha dosjet që u seleksionuan dhe kaluan për kompetencë strukturës së posaçme, ato të cilat erdhën në momentin 2023 që do të ekzekutoheshin kur erdhi zoti Dumani. Por që terreni ushtruar dhe erdhi në vazhdimsi. Dosjet të cilat filluan hetimin dhe përfunduan në një kohë të caktuar ishin ato dosjet të cilat u morën. Por kjo nuk është pjesa që e merr zoti Dumani të gjitha ato, është pjesa në grupe gjithë prokurorëve për dosjet e caktuara që kanë mbaruar. Sepse statusi është edhe kredi veçantë. Nuk diskutohet që standardin e përcakton vetë prokurori i cili ka peshën kryesore të një dosje. Nuk diskutohet fare. Ama frymën dhe garancin duke të vendosur si mburoj është drejtuesi. Pra, në qoftë se prokurorët do të kishin një mburoj të mirë gjatë gjithë kohës, unë jam shumë i sigurt që prokurorët do të kenë edhe nxitjet e tyre më të mirë për ta bërë këtë gjë. Dhe duke e parë në këtë prizmë Dumani çfarë përcaktoi, çfarë vendosi standardin një shiko, SPAK-u shkon kudo dhe unë e marr përsipër gjithë sepse Dumani marr përsipër gjithë. Drejtoi me shembull. Po, bëi drejtim me shembull. Domethënë, në fund fare doli si mburoj përpara gjithë prokurorëve dhe tha, po, lejoj politikën ta targetoni. Shiko, Dumani, Duman Troplini, si thot ky? Ato sharjet ato nuk janë etike fare. Përveç Velie që nuk e sulmonte. Pra, sulmonte përveç Velie të gjithë janë marrë me Dumanin. Dhe ai me le themi me shembullin e vet ka treguar që po, merrun me mua. Pra, domethënë drejtuesi kur thua që do të ketë integritet. Unë më tepër e shoh te kjo gjë, se unë nuk dyshoj se ndonjëri nga ata mund të jetë shit për lek. Si në prokurorë nga ata të rëndomtë që kanë qenë njëri ko. Më kupton? Pra nuk besoj se integriteti do të matet ka marrë një lek për një çështje apo s'ka marrë. Jo. A është i aftë ai për datë përballë për të mbrojtur trupin? Se aty je drejtuesi trupit se prokurorët ka bërë tashmë. Je tashmë prokuror, nuk e diskutoj këtë gjë. Po për të mbrojtur trupin duhet të jesh drejtuesi i mirë i cili del përballë. Dhe unë prandaj them që në këtë standard Dumani ka të vështirë për ta kapur kushdo që tjetër nga këta. Nuk e di. Mund të mos u brizoj. Për shembull kam pak të Dolorezën, çështjet e saj janë është gjysma e krimit që është bërë në Shqipëri, ka marrë kjo. Pra kjo është i plus shumë i madh sepse më tregon mua që se çka kërkoj unë, këtë kërkoj unë. Pra dua një njerëz që del aty përballë, domethënë. Ka edhe një problem këtu në të gjithë situatën, që nuk varet vetëm nga prokurori, se në mënyrë pa diskutueshme që pajtohen ka standard dhe besoj se do ketë dhe standard në 3 vitet e tjera. Pra do vazhdoj një lloj fryme e njëjtë. Por politika do jetë dhe më e fortë dhe do i bëj më tepër presion në këto 3 vitet, sepse janë dhe 3 vitet e fundit për një pjesë prokurorëve, sepse mandati i tyre është i kufizuar. Pra jo vetëm është e kufizuar qëndrimi i tyre si kryetar, pra 3 vjeçari i kryetarit pa drejtë rizgjedhje, është e kufizuar dhe mandati i tyre 9 vjeçar. Ky është një problem vetë dhe në Shqipëri është treguar me vite, jo vetëm 30 sa vjet, po dhe më herët që politika ka tendencën që gjyqësorin ta kontrollojë. Kjo është dhe një nga problemet nëse kthehemi në fillim të drejtësisë. Pse s'kemi drejtësi në Shqipëri? Sepse gjyqtar, deputetë e njerëz tjerë nuk i kanë parë ndonjëherë nëpër gjykata, i zgjidhin çështjet me telefona, ndërsa qytetarët e thjesht vuajnë për i pension me vite me radhë. Dhe këta politikanë, të cilët duan ta kontrollojnë, besoj do ndikojnë maksimalisht 3 vitet e tjera që të kenë atë influencën e tyre dhe problemi i madh i SPAK-u do jetë me politikën, nuk do jetë me probleme teknike. Përpara se të kaloj këtu, një opinion tuaj, avokat, për 4 kandidaturat? Janë të 4 kandidaturat janë njerëz profesionist me vite gjata në kurriz në prokurori dhe gjithë kanë treguar me dosjet hyjnëzore që kanë pasur dosjet forta, nuk shoh asnjë problem me çdo njërin prej tyre, pra kushdo mund ta çoj para. Pra në thelbi nuk është emri, pra për mua nuk është emri, është çështja a do përmirësoj prokurori i ri që do vi disa nga ato problematikat që i kanë nxjerr profesionistët, pra kërkojmë më shumë, pra duke qenë se SPAK-u po ecën mirë, po kërkojmë më tepër nga prokuroria posaçme. Në pjesën e analizës së cilët po bëhen tani të 4 kandidaturat është pjesa që ata do të japin programin e tyre dhe mënyrën se si do ta menaxhojnë institucionin, por që vetë struktura e KLP-s, Këshilli i Lartë i Prokurorisë,
është duke mbledhur të gjitha elementet që mund të kenë edhe anatemime, për shembull mund të kenë kallëzime, denoncime e tjera, por që sa pesh kanë ato në lidhje me prezencën e vlerësimit. A pritet të ketë politika ndonjë ndikim në këtë garë? Jo, nuk besoj se do ketë. Shikon, po ta shikoni dhe insistimi që ka qenë radhën e parë për zotin Dumani, ishte që struktura e posaçme të kishte drejtuesin kryesor, ta kishte njëri me integritet. Zoti Dumani ishte dhe është njëri i personazh me shumë integritet. Kush e një personalisht në pozitën e tij profesionale, po ta shikosh, ai është një element serioz në detyrën e vet të profesionit. Desh ambasada amerikane të shkonte në seancë që të zgjidhej zoti Dumani, paktën publikisht, çapan publikisht. Shiko, unë tani po flas dhe ata insistojnë politike dhe tani e kemi prapë te pjesa e integritetit. Dhe këtë radhë do të jemi pjesë me mbikëqyrje amerikane, mendoj që do të kemi ndonjë element, edhe pse Spaku nuk është më i vogël se vajti 6 vjeç. Pano pjesa pjesa e faktorit ndërkombëtar, e shesi ndihmë, e shesi presion, e shesi garanci për drejtësi, domethënë si e sheh, domethënë. Shikoj, imagjinon, ata janë njerëz. Ata janë unë dhe ty. Ata kanë njerëz që jetojnë këtu në vend. Ata kanë njerëz të cilët ushqehen në këtë vend. Vetë do nën presion, Vetë duan të ushqehen. Dhe nuk është problemi se je ti dhe familja jote. Jo, është vllai jot dhe familja e tij. Është kujt unë djali tezës dhe familja e tij. Është nëna e babai, janë vjerit dhe vjera, kunati jot në familjen e vet. Është një rreth kaq i gjerë njerëzish të cilët marrin të gjithë hallin tënd dhe e mbajnë pak nga kryqi jot mbajnë dhe ata. Më kupton? Dhe natyrisht që çdo kush do të kishte domethënë do të ishte shumë e lehtë të çedoje në një situatë të tillë përballë një presioni që nuk të vjen vetëm ty se ti mund të jesh kokderm. Thua unë më bë ç'a dush, nuk më vrit, nuk tundem. Po tek këta njerëz të tjerë, këtu janë shpike dobët të gjithë. Dhe pa një mbështetje nga faktori ndërkombëtar, unë besoj se do ta kishte shumë të vështirë për të mbijetuar në këtë realitet siç jemi, se po na shkon politika për desh. Se ky është problemi, se me na ardh demokracia duke u rritur, edhe ata do ta kenë, bravo, do ta kenë më të lehtë për ta vetë përballuar këtë gjë, sepse do jenë rrethana të tilla. Po ne po shkojmë, po na ikën politika. Po shkon politika grop. Më kupton? Ne po ikim drejt autokracisë sot ka 83 nesër ka 93. Ai ka 93 nesër, më kupton? Dhe natyrisht që kushdo që është i lidhur me atë që ka 93 deputet, një kriminal apo një zyrtar apo një shumë i fuqishëm, është presioni që ka drejtësia. Pjesa e presionit ne shikojmë vetëm pjesën publike që vjen nga politika me deklarata, por nuk shikojmë presionin që ka disa prokurorë nga krimi organizuar, i cili është dhe më i rrezikshëm edhe shumë edhe më i fuqishëm me mundësi të mëdha financiare. Dhe këtë pjesë nuk e shohin të dalë dritën e diellit sepse janë çështje të tilla të cilat vështirë se dalin, ndërsa pjesën publike politike ne e shikojmë, etiketimet e njërit apo të tjetrit. Kjo për të thënë që presioni mbi këta prokurorë është shumë i madh, por është një presion që ata e kanë marrë parasysh që kur i kanë hyrë kësaj historie, për te faktit qofshin prokuror apo qofshin drejtues të Spagut. Në këtë kuptim besoj që ata janë pjesë e një gjëje shumë të madhe, shumë të rëndësishme, por tashmë jemi tek ajo faza e tretë që duhet bëjnë atë shkëputjen e madhe, atë distancimin e madh për ta kapitalizuar. Kush duhet të jetë prioriteti për ta mbyllur me SPAK? Kush duhet të jetë prioriteti i drejtuesit të ri të SPAK? Ai që dita menaxhoi më mirë institucionin. Jo, kush duhet të jetë prioritet? Vihet nesër, çfarë duhet të bëjë në momentin që ulet dhe drejton SPAK? Thjesht më ku e Dumani do të vazhdojë. Të ruaj standardin përballë presionit. Shiko, SPAK-u për çka ka nevojë? Vetëm për mburojën nga nevojë. Pra, ato do bëj drejtuesi. Mburojën nga krimi organizuar dhe politika. Kjo dy tash me egër, pavarësisht se në materiale, në pikpamje materiale i pari është me egër, po kjo dy tash me rrezikshme. Shumë e rrezikshme. Krimi politika të merr qaf. Politika mund ta shkrijë të gjithë strukturën e posaçme, mund t'ia heqë imunitetin, mund t'ia heqë problemi. Cili nga juve e ka njohur apo e ka dëgjuar përpara Elvis Gokaj? Askush. Me fjalë pap një moment ai del, po ta shikoni se çfarë betejë ka bërë ai për të rikthyer në sistem, është shumë interesante. Dhe normalisht në dy rrethe i cili ka qenë ka pasur rezultate shumë pozitive. Por e vetmja gjë të cilën e pengon atë është vetëm pjesa e eksperiencës. Qartë. Elton. Prioritetet janë dy. Vetëm shkurtimisht. Cilësia dhe brendia e çështës dhe koha e çështës. Kështu që në këtë aspekt aty duhet besoj unë që
drejtuesi i prokurorisë shtyp përpara. Ka dhe një element që duhet thënë, pra të prioritetet, respektimi lirive drejtë themelore të njerëzit. Pra, për afrimi me gjykatat e njëjta ose prokuroritë e njëjta të Bashkimit Evropian, qoftë standardit masave të sigurimit, qoftë në standardet e timit, qoftë në akuzë. I bie të heqim dyshimin arsyeshëm. Në momentin që neve nuk heqim dyshimin arsyeshëm, dhe elementi që të ngrem një dyshim të arsyeshëm për pastrim parash, për shumë se ngelëm aty, të fusim mirë brenda të mbledhim ca prova. Pra, janë disa gjëra që duhen hequr dhe standardi duhet të jetë krejt ndryshe. Qartë. Ka pasur një deklarat në fakt Altin Dumani, kreu të SPAK në Komisionin Parlamentar të Ligjeve, ku raportoi lidhur me surinë e këtij institucioni, se janë sekuestruar 11 milion euro në formën e kriptomonedhave dhe ka kërkuar zyrtarisht të krijohet një portofol digjital për menaxhimin e tyre. Por shumë kënd që gjon duket si e çuditshme, që si mund sekuestrohen, si mund vej vlera apo gjen krimi pastaj, forma të tjera dhe Bitcoin apo kriptomonedhat pra këtë botën virtuale për të qarkulluar, i cili është i vështirë për të kontrolluar, është më tepër kur në Shqipëri, pavarësisht nismave ligjore, nuk ka ende një ligj për kriptomonedhat. Me Denisa Kelin e kam tani online. Denisa, mirë se erdhe në terminal. Kur dëgjojmë që ka 11 milion euro të sekuestruar nga SPAK, nga krimi organizuar në formë e kriptomonedhave, si duhet ta kuptojmë? Krimi po lëvron botën virtuale për të financuar edhe për të lëvruar paratë e tij? Po patjetër, kjo është ndër format që është përdorur, të paktën në vitet e fundit, pra me daljen e kriptovalutave, patjetër që është konsideruar si një formë për të përdorur nga krimi në një lloj forme për të transferuar ato parat e tyre që janë në një lloj forme parat jashtëligjshme apo. Pra kriptovalutat janë përdorur si një formë për shumë vite për të transferuar apo për të bërë gjitha këto lëvizje. Konkretisht si bëhet sekuestrimi? Unë mendoj që praktikisht sekuestrimi bëhet në momentin që një person është i dyshuar, bëhen të gjitha mbledhjet e provave nga prokuroria, nga policia, kontrollohen të gjitha telefonat apo iPad-e apo kompjuterat e tyre, aty mund të gjenden portofolet e caktuara që ata kanë hapur, dhe në momentin që gjendet një portofol i hapur, i bëhet një kërkesë pra me urdhër gjykate atij exchange-i në të cilin është i hapur portofoli. Pra në momentin që është një exchange si Binance apo Coinbase, në momentin që i bëhet kjo lloj kërkese exchange-it me urdhër gjykate, exchange-i ka të drejtë që ta ngrijë këtë portofol. Dhe në momentin që ky portofol ngrihet, por nga institucionet tona, pra nga shteti jon, nga Shqipëria, nuk ka një portofol digjital ku këto të ardhura të kalojnë, këto ngelen thjesht të ardhura të ngrira, pra është një lloj fondi gri që nuk përdoret nga askush. Po kush duhet ta krijojë portofolin digjital, Denisa? Duhet ta krijojë qeveria, AMF-ja, Ministria e Financave, Banka e Shqipërisë, si duhet? Mendoj që mund të bëhet një lidhje midis ministrisë, Bankës së Shqipërisë dhe të gjitha këto të krijojnë këtë portofolin digjital, dhe patjetër që të ketë persona të trajnuar, që mund të trajnohen edhe në vendet europiane ku bëhen këto trajnime për ruajtjen e të gjitha llogarive në kripto, që mund t'i menaxhojnë këto, sepse këto janë para që në një lloj forme i shkojnë fondit publik. Dhe në qoftë se këto para që ndrojnë të ngrira për shumë kohë. Nuk e di, mund të zhvlerësohen, mund të po. Qartë, po avokat, vetëm shkurtimisht se jam. Pa kaluar në debat, ideja është kjo që me sa kuptova nga ajo pjesa e zotit Dumani, nuk ishte që neve do të krijojmë një server apo një kompani. Problemi është që do të krijojmë një marrëveshje për sa i përket kompanive të cilët janë të licencuara. Janë 4 kompani të licencuara në botë për ruajtjen dhe sekuestrimin, kur bëhen sekuestrime të këtyre kriptomonedhave. E vetëm gjë që mund të ndodhi është pjesa e bashkëpunimit me këto 4 kompani që janë sot në botë, sepse kriptomonedha nuk janë sekuestruar vetëm në Shqipëri, janë në të tërë botë. Nuk është se kemi një ligj për kriptomonedha, dhe kjo bën që mos kemi kontroll mbi Problemi është hapësirën virtuale. Sot në botë janë 4 kompani që ruajnë portofolet e cilat janë të sekuestruara në çështje të ndryshme apo raste të ndryshme penale apo nga grupet e caktuara. Qartë, Denisa, dhe një pyetje të fundit. A ka rrezik? Mund të ndërhyj atëherë për të gjitha ato shtete në cilat që nuk kanë një listë të caktuar dhe nuk kanë persona të cilët mund të ruajnë dhe të jenë në ruajtjen dhe menaxhimin e këtyre portofoleve, ekzistojnë këto kompani që janë në Europë që mund të merren me menaxhimin e këtyre portofoleve në momentin që një shtet nuk ka krijuar një portofol digjital.
terminal. Por vendet e tjera që janë patjetër shumë përpara, pra siç është Amerika, nuk i ruan në këto kompani europiane. Pra kanë persona që merren pikërisht me menaxhimin e të gjitha kriptovalutave të sekuestruara. Pra është diçka që ngel brenda shtetit të tyre. Dhe një pyetje fundit Denisa, a është një sinjal alarmi që shteti të ndërhyjë më fort për rregullimin e tregut të kriptovalutave në Shqipëri? Kemi diskutuar disa herë bashkë edhe. Po. Unë mendoj patjetër që e kam thënë në të gjitha daljet e mia, patjetër që po, pra këtu është një lloj tregu që është akoma i paregulluar. Investitorët janë ata që janë të parët që janë totalisht të konfuzuar çfarë lejohet dhe çfarë nuk lejohet. Kështu që unë kam përshtypjen që sa më shpejt që të rregullohet ky lloj tregu, aq edhe më mirë do jetë po edhe për investitorët, sepse ata kanë të drejtën që diversifikojnë portofolin e tyre, pra të kenë mundësi financiare për të investuar në mundësira të tjera, pa diversifikojnë shportin e tyre të investimeve. Patjetër që edhe një aspekt ligjor do ta bënte pjesën e tregut të zi, po e them ndoshta më pak të përdorur, sepse shumica e personave që edhe hapin portofole tashmë, po dhe që investojnë, drejtojnë drejt një tregu të zi. Denisa Kyret, falenderoj që isha në terminal. Faleminderit juve. Pano, një pyetje të fundit. A ka rrezik në kushtet që ne nuk kemi të rregulluar tregun e kriptove që krimi të kalojë në një ekonomi digjitale dhe të bëhet i pakafshëm nga shteti? Shiko, ky 11 milion që është vetëm maja e icebergut. Prandaj po them, shumë pak kundrit totalit të parave që qarkullohen. Krimi është gjithmonë një hap para shtetit. Domethënë sa krimi e bën dhe shteti përgjigjet, sepse kështu funksionon. Pra krimi shkon aty dhe pastaj shkon shteti. Por dhe natyrisht që kjo e kriptomonedhave se nuk është se ka tani ka dal tani. Kjo ka paktën 10 vjet që funksionon si metodë e transportit të vlerave monetare. Po fakti që doli kreu i SPAK dhe thotë kreu i SPAK thotë po, kreu i SPAK thotë një ndërpostrimi para ka qenë prej shumë vitesh. Domethënë që kur filloi të merrte vlerë Bitcoini, para 10 vjetësh që filloi mori vlerë, se më parë ka qenë me vlera të. Që kur filloi mori vlerë Bitcoini, u pasi një oportunitet shumë i madh nga kush, nga krimi. Baza e vlerës së Bitcoinit nevojës, pra e keni parasysh një monedhë ka nevojën për çfarë përdor. Pra, leku ka prodhimin shqiptar. Më kupton ti shkon në Shqipëri dhe bler me lek. Prandaj funksionon, ekziston leku. Bitcoini kë kishte? Thuaj çfarë kishte? Vetë para në zez. Pra pse do ta blente dikush një Bitcoin? Sepse dikush i ka aparat të zezë do ta kërkonte Bitcoinin dhe ti e blese do kishte një vlerë ajo gjë. Pra ke parasysh kjo jetë në fillim fare, po flasim atëherë, sepse ishte vetëm një treg funksional i cili mbështeste monedhën. Kështu që patjetër më ajo pa. Ne nuk besoj se po e lëm pa dashje jashtë të paregulluar. Siç nuk po lëm tregun e basteve. Ne kemi bërë një ligj për bastet dhe kemi akoma 3 vjet pasi shmiratur ligji, nuk e kemi bërë funksional. Pse? E lëmë qëllim të pastrojmë paratë. Po patjetër. Se po fillojmë ta rregullojmë, pastaj na dalin gjërat në dritë diellit. Pastaj puna e SPAK-ut do të pjesë prapë, që sa i zgjidhim më normale, jo, 11 milionë dhe për të thënë mondit, ajo çka kërkojnë është pikërisht të sjellin këtu, mos e drejtoria e bën dot, sonë sekuestruar. Okej. Tani ty agjentësia më të jam në shteti shqiptar do të hapi një në Binance, do të hapi një portofol Binance atë verën e pim për vete. Jo, shteti shqiptar mjafton të hapi në Binance atë verën e tjera e mbajtën ja 6 vjet kur fitoi ai, pastaj që do i kthej vera prapa. S'kishte më verë dhe ishte ujë. Jo, po them gjë. Shteti shqiptar ka shumë thjesht të hapi portofol të vetin në Binance, sepse është ka drejtoria e kërkon një arritje profesionale, ja. Ka një agjenci që duhet të është agjencia e madhe e sekuestruar. Pra ajo gjëja, ajo do të hapi llogari sepse ajo ka llogari në euro, në dollar, në Bitcoin, në gjithë. Ose ku si mund të ruhet në Binance ka gjithë. Është pjesë që pra, diskutimi është çështje teknike, është çështje aftësie, është çështje vullneti, pra apo pak nga gjitha. Kjo pjesa e krimit kibernetik, kjo është pjesa e cila Unë i falenderoj të 4-ve që ishit në terminal. Të dashur miq, hapësirë shkurtër publicitare dhe në pjesën e dytë të emisionit ne do të diskutojmë për zgjedhjet e Maqedonisë e Veriut. Kujtojmë që ditën e sotme atje është votuar për drejtuesit e pushtetit lokal, është votuar që në orën 7 të mëngjesit, në orën 19 është mbyllur procesi i votimit, tashmë ka nisur numërimi, votohet për drejtuesit e 80 komunave dhe qytetit të Shkupit. Do të kemi lidhje drejt për drejta nga Shkupi, por jo vetëm edhe një analizë në studio me ekspert pas publicitetit.